Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Top Albania Radio. Rikthehet Trip Top si çdo të diel në orën 18:00. Jeni me Ariol Arioni. Po ti thoj Ariola Sheu dhe Arion Muça. Ti thoj Arioni, po them Ariola. Po pra me Arion Muçën dhe Ariola Sheu, të dashur miq, për rreth 2 orë do të jemi së bashku si çdo të diel, siç e tha, bashkë prezantuesja më e mirë në botë, Ariola Sheu. Dhe do të jemi Julka Gramu dhe Eriona Rusi. I gabim. Jemi live, kështu që se rregullojmë më dot në këtë emision. Po pra, ta sqarojmë. Dhe do të jemi së bashku me një nga lokalitetet, me një nga qytetet, me një nga shtetet të preferuara, jo vetëm të mia, po tani më kam kuptuar edhe të shumë shqiptarëve. Po, se ti se kishe nxjerr në Instagramin tënd një postim ku e diun për Japoninë, komente njerëzit më thoshin mua, po ky Arioni në Japoni, andaj këtë, çfarë është kjo, ky pasioni i ri shqiptarëve për Japoninë vëlla. Tani më e keni kuptuar? Unë nuk e di. Do flasim për Japoninë në këtë episod. Shqiptarët janë shumë kurioz për Azinë. Shqiptarët janë rritur edhe me anime dhe manga, kanë lexuar, kanë parë Goku, Vegeta, Naruto, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen së fundi Brezi i ri. Pra janë anime të cilët i kanë edukuar dhe i kanë treguar këtë kulturë. Ata nuk e njohin as se çfarë janë anime dhe as se çfarë janë manga. Të ndrojnë kanal. Ose të rinë me më ju tani, ose të rinë me ne dhe të mësojnë diçka më shumë, se është një nga kulturat më pasionante që kam njohur ndonjëherë. Flasim për Japoninë, do flasim për Tokyo veçanërisht sepse i ftuari ynë ka qenë në Tokyo, e ka vizituar dhe do të na rrëfej eksperiencën e tij në Tokyo. Por kush është i ftuari ynë, do të lexoj se çfarë thuhet në bion e vet të Instagramit, thuhet journalist, editor dhe content creator. Por sigurisht është një nga personazhet më të lezetshëm që unë kur të vi këtu do ja them Arion që e kam shumë qejf edhe në social media dhe shkoj nga ske profili vet që ta shoh. Unë ndonjëherë kur nuk jam ta bëj unë këtë ta them si element, kur nuk jam dhe nuk kam mundësi të shoh Bigun, e shoh Bigun nëpërmjet postimeve të tij, kështu që besoj një element, një po i lezetshëm shumë, ka humor. Njerëzit e duan, e kanë i hidhur po i mirë njëkohësisht, se është i hidhur dhe i mirë. E kuptua, do flasim për Tokyo. Po, e kemi shumë shok. Dhe ka parë Japoninë me sy. Me vesh, me gjitha ndjesitë ka parë Japoninë. Dhe meqense jemi tek Japonia, po më së shumti do fokusohemi tek Tokyo, duke qenë se e ka përzgjedhur si qytetin e tij të preferuar. Të themi 2-3 elementë. Tokyo është një qytet, nuk mund ta quajmë as qytet, mund të themi është një nga qytetet, mos qyteti më i madh në botë, duke ditur që ka 37 milion banor. Fillimisht i njohur si Edo, që mësova që do të thot hyrje e gjirit, pra përkthehet ndryshe, ose porta e lumit dhe e detit. Ndërkohë bukur e qyteti i Japonisë në vitin 1868, Arion duke u kthyer në një nga qytetet, në një qytet samurajsh me superfuqi moderne. Samuraj, për ata që se din, vjen nga një fjalë japonisht që do të thotë të shërbesh. Pra besnik të përjetshëm. Po si kryeministër tek ne. Kryeministra, do të thënë shërbëtori i popullit. Tamam, shërbëtori i popullit është gjithsesi janë një klasë luftëtarësh që janë elitë në Japoninë e lashtë, edhe që shërbenin si mbrojtës dhe si ushtar të zotërive feudale. Ata ishin të mirët. Ne në fëmijërinë tonë dhe regjia besoj është dakord me mua, kemi qenë me ninjat. Ishin ata të veshur me zeza, me maska, kështu që udhëtonin natë. Kur the ninja, mua vetëm Tartaruga Ninja. Një nga filmat amerikanë në këtë rast, i cili është frymzuar nga bota japoneze, janë pikërisht Tartaruga Ninja, po Ninja Turtles, për ata që flasin në anglisht, edhe ata aty janë frymzuar edhe pse emrat e tyre janë nga artistët italianë. Dhe sigurisht Japonia, kur flitet për Japoninë, flitet për teknologjinë, Arion flitet për inovacionin, flitet për, le të themi, e shohim shumë si një vend futurist, por nga ana tjetër nuk duhet harrojmë që është një vend shumë shpirtëror, ka një kulturë tek kthimin vetvete, tek jetesa në mënyrë minimaliste dhe sa më pranë paqes edhe le të themi paqes së brendshme. A do të zihesh me mua në këtë moment? Të ruajturit e energjisë, se duhet të ikim çfarë. Do ta mbyllim këtë pjesë. Okej, kështu që qëndrojmë te paqja, qëndrojmë te Tokyo, pas pak edhe info të tjera. Dhe rikthehemi përsëri së bashku të dashur miq, tani më e keni kuptuar, jeni dhe do të vazhdojmë të jemi në Trip Top për rreth 2 orë së bashku, që prej orës 18 deri në orën 20, pra deri në orën 8:00. Arion, do të flasim për filozofinë japoneze tani, do të mësojmë diçka më shumë në formë se si ata e kanë të ndërtuar jetën dhe pse ky qytet dhe gjithë Japonia në fakt si shtet funksionon kaq mirë sa funksionon. 6 filozofitë japoneze, të cilat unë u kuriozova kur po lexoja librin Wabi Sabi, është një nga edhe
Ikigai, po edhe Ikigai, po Wabi Sabi e theksonte që janë 6 filozofi. Kështu që mendova pse jo t'i sjellim këtu në program për të kuptuar më shumë se pse japonezët janë kaq në paqe, sikurse po diskutonin pak më parë. Filozofia e parë është Ikigai, arsyeja jon për të jetuar. Pra kur ti gjen arsyeën për të jetuar, pika ku pasioni, talenti, misioni, por edhe të ardhurat takohen. Që nuk do të thotë që është e lidhur me punën tënde, mund ta gjesh edhe si hobi Ikigain tënd, kështu që në momentin që ti e gjen hapësirën tënde për të qenë i lumtur. Pra gjen arsyeën për të jetuar, shumë e bukur ishte. Wabi Sabi, që unë e lexova me shumë dashuri, fliste për bukurinë e cila qëndron në papërsosmëri, sepse neve tendencën e kemi të kërkojmë gjithmonë që të jemi perfekt apo kërkojmë gjithmonë më të mirën nga vetja. Kjo thoshte bëj paqe, pranoje veten ashtu siç je me të gjithë papërsosmëritë tua dhe të kesh thjeshtësi dhe të pranosh edhe kalimin e kohës. Pra praktikisht ishte kjo lloj filozofie. Kaizen, përmirësimi i vazhdueshëm me hapa të vegjël çdo ditë Arion. Nëse je brenda të 6 jetave ke kohë ta nisësh, nëse je brenda 9 jetave ke kohë ta përmirësosh. Sa e bukur. Kjo është filozofia, po. Unë lexova një shprehje sot në fakt, më doli në Instagram edhe thoshte gjithmonë konsistenca fiton mbi talentin. Gjithmonë konsistenca fiton talentin. Pra një njeri që është sistematik, e ka treguar koha dhe unë mund ta garantoj. Edhe Kaizeni. Shikata Ganai. Shikata Ganai. Nuk e dia e thash sakt, po sigurisht edhe sakt që ata japonezët që na ndjekin në këtë moment na shkruajnë një mesazh për theksin. Po për theksin. Prano atë që nuk mund ta ndryshosh dhe ec përpara me qetësi. Po, filozofia e Einsteinit. Edhe luftën e kemi, edhe me tjetrin. Dhe më pëlqen edhe ajo që thoshte Einsteini, që thoshte ke një problem. E ke zgjidhjen? Po e kam, pse mërzitesh? Ke një problem? E ke zgjidhjen? Jo, nuk e kam, pse mërzitesh? Qysh këtë ka thënë dhe Timon e Pumba, ke Hakuna Matata. Po me sa duket aty e pas ka marr. Gjithsesi, mua më pëlqen shumë kjo si shprehje, sepse ne gjithmonë kemi tendencën që të merremi për shembull. Një nga shprehjet që dëgjova dhe mua më ka lënë shumë gjurmë, është shumë e thjeshtë, shumë mediokre, po për mua bëri një ndryshim në atë kohë, thoshte, duhet kuptosh që gjithë secili ka të drejtë nga këndvështrimi i vet. Po, është e vërtetë edhe kjo. Kur ti e kupton këtë, fillon të bësh paqe edhe me realitetin. Gaman ose gam, si mund ta them ndryshe? Gaman. Hajde më vesh. Durim dhe forcë e brendshme për të përballuar vështirësitë me dinjitet. E bukur dhe kjo, po. Tu mund të çalojmë pak. Po këtë thuaj vet Arion se ti ku e di unë ta them unë këtë tani. Bajtori, po. Mos e krahaso veten me të tjerët, siç lulzon ti, lulzon dhe tjetri dhe secili e bën këtë gjë në kohën e vet. Unë mendoj që filozofia që kanë ata. Këtë kam dëgjuar ke Mulani. Okej, kështu që tregon që edhe ti ke parë filmat vizatimor që lidhen me botën japoneze. Në këtë rast Mulani është kineze. Me Azinë, le të themi kështu. Po, le të themi që ngjajnë shumë me filozofinë që kanë. Pra, japonezët në përgjithësi ato çka tregojnë, thonë apo reflektojnë edhe në për libra tregime apo në historinë e tyre, ashtu janë edhe në botën reale. Domethënë, ata mundohen të ndjekin rregullat. Janë shteti apo populli që un kam njohur që më së shumti ndjekin rregullat. Tani na tregoti duke qenë se ke qenë në Japoni, ke ndër vendet e tua të preferuara për mos thënë të preferuarit dhe pas pak do të na bashkohet dështuari dhe nuk do të lë radhë, kështu që na thuaj 2-3 gjëra që të kanë bërë ty përshtypje. Më ka bërë shumë përshtypje fakti që trenat janë të përpikt. Flitet për Austrinë apo Gjermaninë apo le të themi shtetet europiane që janë shumë të sakta. Në Japoni nëse treni vonohet 2 minuta, ti mund të marrësh leje nga puna. Sepse 2 minuta për një tren i bie që ti në fund duke ndruar 3, 4, 5 trena i bie që ti ke humbur të gjitha koincidencat e tua, kështu që automatikisht do shkosh me vonesë në punë. Dhe nëse treni është vonuar, e prori jot mund ta gjej këtë vonesë të listuar në internet, kështu që nuk e gënjen dot dhe nëse vonohet treni, ti ke leje nga puna. Fle në punë Ariola Sheo. Në Japoni nëse ti fle në punë është treguesi numër 1 që ti po punon fort, po punon shumë dhe je një njeri i devotshëm, sepse ata nuk e kalojnë as në përmend që ti po flese, ku je i lodhur se ishe dje dark duke bër fest me shokët e tua. Për ata, puna është aq e rëndësishme sa njerëzit që flen në punë janë njerëz të respektuar. Edhe nëpërmjet e flen. Po kam dëgjuar edhe këtë tjetër në Arion që për shembull në transportet publike praktikisht nuk flitet në telefon, po njerëzit në përgjithësi shkruajnë dhe atmosfera është shumë e qetë. Ishte Tokyo qytet i qetë? Absolutisht, në metro nuk gjej asnjëri që fliste, asnjëri që bërtiste, asnjëri që komunikonte, dëgjoj vetëm zhurmën e trenit. Dhe zhurmën e asaj vajzës japoneze dhe pastaj më pas e përkthyer në gjuhën angleze që thoshte next destination apo destinacioni i radhës Shibuya dhe ti merje vesh nga do të zbrisje
majtje, nga krahu i majtje apo nga krahu i djathtë. Nuk lejohet të bëhen foto brenda në, nuk lejohet të hash ushqim, nuk lejohet të pish ujë, nuk lejohet të mbash çadrën hapur dhe mbi të gjitha në Japoni, ta themi edhe këtë si sekret se është shumë e bukur, në Japoni të gjithë telefonët, edhe telefonët më moderne, edhe pse keni bler diku tjetër, kur shkrepni foto, bëjnë zhurmën e aparatit. Mira fjala ke zhurma edhe ke ngrënë Arion, zhurma ajo është respekt i madh për ata. Respekt shumë i madh. Nëse ti nuk plaçar, si thuhet shqip kështu plaçaritesh, kur bën kështu kur hap buka. Për plas buzë. Eksakt, ti bie që ushqimin që je duke konsumuar, më mllaçitesh, bravo. Je duke konsumuar një ushqim që nuk po të pëlqen shumë, madje nëse ti konsumon ramen duhet të bësh fiks zhurmën e thithjes. Atë që për kafen tonë është e gjerbura. E gjerbur? E mirë thash, e gjerbur? E kafes duhet ta bësh për ramenin. Rufite dhe ti kafe. Rufite, po. Gjithsesi janë të obsesionuar edhe mbas higjienës, edhe këtë duhet ta themi. Shumë, madje së fundmi për ata që ndoshta nuk e kanë vizituar apo kanë dëshirë ta vizitojnë, duhet të mbani gjithmonë qese me vete, sepse në Japoni nuk ka kosha mbeturinash, nuk kanë asnjë vend përveç se në 7-Eleven apo Family Mart apo në supermarketet caktuara, ku ti mund të hedhësh mbeturinat. Dhe aty duhet të hysh brenda të konsumosh diçka për ta përdorur koshin. Kështu që gjërat me vete, mbi gjithë mbeturinat. Dhe ata kanë menduar edhe për turistët të cilët nuk e dinë gjuhën japoneze, për shembull ka ushqim fake në vitrina, që është krejtësisht identik sikurse ai që ti konsumon, është qiri, është gëdhëndur me dorë nga artistë të caktuar, të cilët janë ekskluzivisht të fokusuar apo të profesionalizuar në atë drejtim dhe ata gdhëndin ushqime në qiri dhe t'i japin fix idenë e ushqimit real. Kështu që ti kur nuk di çfarë të hash, e ke pjatën fake aty, po që ngjan si reale dhe thjesht i drejton gishtin dhe i thua dua këtë. Arion, cilat janë kostot për të shkuar në Tokyo? Japonia aktualisht është një ndër shtetet që po pëson një inflacion shumë të madh, sidomos për ne që jetojmë në Europë apo për ata që jetojnë sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku madje kushton më pak të shkosh në Japoni se të shkosh nga Europa. Pra nëse Amerika e ka diku te 500 euro biletën, ne kemi mesatarisht biletën për të shkuar në Amerikë, e kemi, në Japoni nga 700 deri në 1400 euro, le të themi që kjo mund të ishte një mesatare që mund të përballojë sot pavarësi edhe të periudhës. Kjo periudhë aktuale, nëse nuk e keni prerë para kohë biletën, biletat dalin shumë të larta. Dhe shpenzimi kryesor që do të bëni të dashurmiq nëse parashikoni të vizitoni Tokion apo Japoninë në tërësi është bileta. Asnjë kosto tjetër nuk është e papërballueshme në Japoni. Hoteleritë janë jashtëzakonisht shumë të lira, pra po themi 1500-1800 euro me 2000 euro. Unë ju garantoj që me 2000 pak euro ju bëni 7 ditë të bukura në Japoni, duke përfshirë këtu udhëtimin, duke përfshirë këtu edhe transportin, dhe duke përfshirë dhe hotelerin. Pastaj ushqimi varet nga ju, ku doni të hani, si doni të hani. Nëse doni të bëni eksperjenca me yje Michelin, absolutisht që duhet të pagoni më shumë. Duhet kollitesh pak. Tani, vetëm pas pak në studion tonë do të kemi Andi Vrapin, po duhet ikim Marion se na fluturoi koha. Jo, meqense ishim te Michelin, ata falenderojmë këtë G-klasin që kemi këtu, se e kemi të bukur, na i ka bërë enkas për ne, ka realizuar në 3D, e ka realizuar Auto Direct, i cili është sponsor i programit tonë, dhe duhet ta falenderojmë sepse Auto Direct ka pjesë këmbimi origjinale për çdo model makine me dorëzim të shpejtë dhe të saktë edhe brenda pak orëve brenda Tiranës së dashurmiq dhe jo vetëm, me çmime konkurruese që nuk i gjeni askund tjetër, duke garantuar performancë, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Edhe sloganin e kanë shumë të bukur për këtë G-klasin edhe për çdo produkt që ata kanë, dhe e kanë Auto Direct, udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt. Kemi pas. Edhe unë u bëra si këto velinat që shoqërova. Vetëm pas pak do të jemi të bësh velina. Vetëm pas pak do të jemi me Andi Vrapin programin tonë dhe do të flasim shumë për Tokion, keni shumë për zbuluar, kështu që vazhdojnë qëndroni në Top Albania Radio.